إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد، يقول ربنا جل جلاله وعظمت قدرته: استعيذ بالله بسم الله إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Në të vërtetë falënderimi takon Allahut, atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe paqe kërkojmë. Dëshmojmë se atë të cilin e ka drejtuar Allahu mëndueshëm nuk ka qenë mbot që ta humbë, dhe ai i cili ka humbur për shkak të mëkateve të veta nuk ka qenë mbot që ta drejtoj. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhamedi i biri Abdullahit, nipi Abdul Muttalibit, është robi dhe i dërguari i Allahut mëndueshëm, e ka përzgjedhur atë për të përcjellur mesazhin më të lartë hynor Islamin dhe e ka përcjellur atë ashtu siç dështe vetë Zoti i gjithësisë. Allahu mëndueshëm urdhon thotë Kur'an: Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama. Shembulli i jetës së kësaj dynjaje, kësaj bote, kësaj dynjaje, në cilën jetojmë dhe për cilën lodhemi dhe përpiqemi ta fitojmë, është si shembulli i ujit pa shiu që zbriti nga qielli, fakhtalat bihi nabatul ard, dhe bashkë me të u përzihen edhe bimët e tokës, mimma yakulun nas wal am, pra aty në bime që han njerëzit edhe gjëja e gjallë. Hatta idha akhadhat al-ardu, dhe kjo është tema jonë për sot, dhe deri në atë moment ku toka, idha akhadhat al-ardu zukhrufaha, deri në atë moment kur toka merr zbukurimin e saj të plot në këtë bimësi, pra arrin kulmin e plotësimit bima. Hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat, dhe arriti kulmin e bukurisë dhe hijeshisë. Ataha amruna laylan aw nahara, vjen ndëshkimi jonë dhe goditja jonë, ndërhyn për thotë Allahu mëndueshëm ndëshkimi jonë dhe goditja jonë, pra mes këtyre bimëve dhe këtij produkti dhe këtyre frutave dhe atyne që kanë punu dhe janë lodhë për të arritur bima deri në këtë nivel. Hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat ataha amruna laylan aw naharan. I vjen çështja jonë, pra goditja jonë, ndëshkimi jonë dhe ndërhyrja jonë ditën ose natën. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna alayha, dhe para kësaj thotë Allahu mëndueshëm dhe ata që lodhen për këtë bimësi, ata që lodhen për këtë dynja dhe për ta zbukuruar, dhe gjithë lodhemi pa përjashtim, në momenti kur menduan që tashmë ka ardhur momenti me i vjel frytet, me i marr këto fryte dhe me i shtina për hambare, i vjen çështja jonë ose ndërhyrja jonë, lejlen e unaharën, natën ose ditën. Faja'alnaha hasida ka'an lam taghna bil ams, dhe ne shëndruam atë si kasht, sikur nuk ka qenë dje fare. Kadhalika nufassilu al-ayati liqawmin yatafakkarun, dhe kështu thot Allahu mëndueshëm ne i sjellim argumentat tona për njerëzit që mendojnë, për njerëzit që e vënë veten punë. Para do hutbesh kemi thënë xhamati nderuar se një nga problemet kryesore të njeriut nuk është pushteti i tij, forca e tij, por problemi kryesor i njeriut kur pushteti i bie në dorë pa iman, pa frikën e Zotit. Prandaj Allahu mëndueshëm na sjell në Kur'an modele të jashtëzakonshme të pushtetit dhe të ndikimit dhe të influencës edhe të kamjes, si puna Jusufit alayhi salatu wassalam apo Sulejmanit alayhi salatu wassalam. Mi pa ajo që duhet me undal gjatë dhe për fat keq nuk ndalemi gjatë, është se që të dy edhe Sulejmani alayhi salatu wassalam edhe Jusufi bën nga i duat çuditshme. Tawaffani musliman walhiqni bis salihin. O Allah i mëndueshëm, më bëj që ta mbyll jetën time, pra ma merr shpirtin si musliman
edhe më bashko me njerëzit e mirë për ta sjellni për një mesazh. Cili është mesazhi? Që ky pushtet dhe kjo dunja që na e dha Allahu manushëm, na e ka dhënë për një qëllim të caktuar dhe me afat të caktuar. Mbaroi ky qëllim dhe ky afat, tashmë ajo e cila na shqetëson kush është? Ajo që na shqetëson është mu taku me Allahun manushëm faqebardh. Mirë po, nuk mund ta bëj këtë dua kaq të bukur dhe kaq të thellë dhe kaq të shijshme, vetëm sa ai që kupton se ku do shkoj dhe kupton thellë se e pret Allahun manushëm, Zoti i gjithësisë, dhe përjedhoi xhamat, përjedhoi kupton edhe natyrën e kësaj dunjaje. Njeriu pa iman kur i bie pushteti në dorë, edhe parë edhe influenca, duke pas parasysh atë ndjenjën e përjetësisë që e ka çdo kush në zemër, kërkon me gjitha forcat dhe pushtetet e tij dhe fuqinë e tij që të realizojë gjitha ambicet e tij në dynja. Pse? Nuk ka gjë që e komandon dhe ne e kemi ezauruar me këtë temë të veçantë. Kthehemi këtë temë. Dhe përjedhoi çfarë ndodh? Ndodhin zullume të mëdha në faqe të dheut. Ndodhin shkatrime të mëdha në faqe të dheut dhe një nga këto zullume është skllavërimi i njerëzisë. Faraoni kur ja pushtetin dorë nuk ishte aq faraon sa që bën fund. E mori pushtetin dorë mbase me fja faraoni vet ka ardhur nga i tërbi ose një edukim i mirë. Madje thuhet se faraoni ka qenë me fja respektues shumë i madh i nanës vet dhe një ditë njavë Allahu manushëm ja lecon dëshkimin për shkak të kësaj, se ka qenë respektues. Pa nuk është se ka ardhur nga i djep pa vlera. Mirë po kur i bie njeriu pushtetin dorë pa frikën e Zotit, dhe duke mos besu se do shkoj atje takohet me Allahun manushëm, dhe duke menduar se Allahu ose Zoti është thjesht një ide abstrakte që nuk ka lidhje me dynjan dhe dynja ne mund të bëjmë çka duam, se Allahu ka punë vet, nuk ka lidhje me ne këtu. Dhe përjedhojmë e përmendim Zotin thjesht në disa fjalime dhe në disa momente ku ose ndihemi keq ose për thash ose edhe ne jemi pjesë e juaj. Njeriu pragmatist edhe Zotin e përdor me fjalë më pragmatike. Se i duhet, kurse njeriu që realisht ka frikë Zotin, e don Allahun e manushëm, edhe beson se Allahu manushëm ndërhin me fuqinë dhe forcën e tij në gjithçka, ai e reflekton këtë lidhje dhe këtë besim me Allahun e manushëm në gjithçka që ka në dorë. Një prej këtyre gjonave edhe pushteti. Përjedhoi kjo lloj kategorie, haron edhe natyrën e dynjas. Se sa e pavlefshme është dynja në vetvete. Pra ne na vjen Allahu manushëm në 10 ajete kuranore, por ajetin më të plot për ta trajtuar këtë temë, gjeta për ta trajtuar këtë temë sepse gjitha ajetet janë të plota. Këtë që sapo citova. Allahu manushëm këtë ajet na tregon se ç'është dynjaja në vetvete. Dynja ç'është vetvete. Inma mathalu al-hayati ad-dunya kama in anzalnahu min as-sama. Shembulli i kësaj dynjaje është si puna e ujit shiu që kemi zbret nga qiell. Fakhtalata bihi nabatul ard, dhe bimët e tokës u përzin me këtë shi, pra shiu u bë sebeb me fuqinë e Zotit me to Allahu manushëm e ngjalli tokën. Tash çfarë ndodh? Ra shiu, u ngjall toka, filloi toka të zbukurohet. Hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat. Derisa toka u zbukuru dhe u hieshu, do na zayyanat, u plotsoi hieshja e tokës dhe kjo bimësi arriti kulmin e bukurisë të pjekjes dhe të përsosjes. Mimma yakulu an-nasu wal an'am. Pra ne bimë që janë njerëzit edhe kafshët. Ne po këto vje stacioni. Hatta wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha. Dhe pronarët e kësaj toke, pronarët e këtyre bimëve, pronarët e kësaj bimësie, do të thonë pronarët e kësaj dynjaje, se këtu është simbolika, Allahu manushëm nuk na sjell të shembull vetëm për bujqt. Na sjell Allahu manushëm shembullin e dynjas, dynjaja, me gjithë komponentet e saj dhe me gjithë pozicionet e saj dhe me gjithë kategoritë e pasurive, ndikimi dhe fuqisë saj. Dhe mendon pronarët e bimëve, por edhe pronarët e pushtetit, të influencës, të famës, të parës, të dijes dhe mërat, wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha. Dhe pronarët e saj menduan se tashmë e kanë dorë ka ardhur momenti që ata hum qadirun 'alayha. Ata kanë mundësi me i vjen frutat e këtij pushteti, e kësaj pare, e kësaj fame, e kësaj influence, e kësaj pasurie, e këtij malli. Dhannu. Ata menduan. Do me thanë momentin që ata punun, por ashtu si punun, gjatë gjithë sa kohë kishin punuar me thjesht me mendjen e vet dhe me ambicien dhe lakmin e vet, dhe Allahun e manushëm e kishin përzan nga kjo marrëdhënie
me dynjan dhe marrëdhënia për ta shfrytzuar dhe zhvilluar dynjan. Çfarë tregon kjo? Me çfarë tregon kjo? Sepse për ndryshe nuk do të kishin thënë në momentin që ka ardhur momenti me i vjen frutet, ne tashmë kemi mundësi me i vjen, po do kishin thënë çfarë? Me lejen e Allahut mëndueshëm nesër me fjalë inshallah ai po zoti risk do t'i vjelim ato fruta. Mi para që ndërton marrëdhënie me dynjan në të gjitha nivelet. Pa Zotin, edhe frytet mendon me i fjalë se i ka vetet. Ai i cili ndërton marrëdhënie me dynjan, me pushtet, me parë, me famë, në mënyrë horizontale, të drejtë për drejtë, pa e fut Zotin mes, ai mendon se edhe suksesi është i tij. Prandaj edhe kur vjen puna me i vjen fruta thot fëmijët janë. Ne kemi mundësi me i vjen. Dhanë, do të thonë ata e fletën mendjen se nesër të më thonë, fruta do të marr. Allahu më nëshën tashmë i thot, më bëj deri ku i le Allahu më nëshën. Dhe i le derisa frutet të arrin çfarë? Kulmin. O xhamat, Allahu më nëshën zullumin asnjëherë nuk e godet pasi, si më thënë, e meriton që Allahu më nëshën zullumqarin, ta godas dhe do flasim pak më poshtë, nuk e godet me pasi Allahu më nëshën ka vendosur me e godit sepse e ka merituar, pa arrit kulmin zullum. Dhe kur arrin kulmin, thot Allahu më nëshën, ai niset me i vjerë frutat, Allahu më nëshën ndërhin mes ti edhe frutave ti. E ta emrona lejlen o naharën, natën ose ditën. Pse na e përmend Allahu në këto dy detaje? Për t'i shkaktuar stres dhe ankth kujt? Zullumqarit. Për t'i thënë me fermosi i qetë as pak për zullumin tënd. Se dile mund të thoshe jam i rrethuar nga gjithë, ke parasysh, gjithë mbrojnë, gjithë i kanë me vete, njerëzit janë të angazhuar, por gjithsesi me fjalë veprat e këqija ndodhin natën, thot Allahu më nëshëm edhe natën edhe ditën mund të vinë dëshkimi Allahu më nëshëm. Feja'alnaha hasida kellem tagna bilams, dhe këtë fushë si me thanë e bën çfarë? Kasht, sikur nuk kishte qenë fare dhe, do të thonë gjithë kjo mund, gjithë kjo përpjekje, gjithë kjo lodhje, me vite, me dekada. Puno, lodhu, nguli kant e pushtetit dhe të fronit, vëno me fjalë mal haram me fjalë në të katër anët. Dhe kur arrin me fjalë kulmi dhe mendon tashmë ka ardhur momenti me e shiju. Po mi pavarësisht se u kam qaf njerëz u ke bozullumë të mërat, nuk më intereson. Pse? Sepse këtij lloj njeriu nuk i intereson për arsye se nuk e ka pas Zotin as kërkund. Dhe ai që ndërton marrëdhënie me dynjan pa Zotin, ai s'merr parasysh asgjë. Dhe duke haruar natyrën e kësaj dynjaje, ata nuk kanë limit, nuk kanë kufi, domethënë mund të shkojnë deri në ekstrem. Për të ardhur tashmë tek modeli faraonit. Pse Allahu më nëshën me sjell faraonin si model në kuadrat kësaj teme? Për arsye se, siç e përmend në pak më sipër, zullumet më të mëdha ndodhin në mungesë të besimit në Zot sa më tepër ngrihet njeriu në pozitë, në pushtet dhe në influencë. Sa më tepër ngrihet njeriu në pushtet dhe në influencë pa Zotin, aq më tepër ndodh zullumi. Pse? Sepse joshja është shumë më e madhe, mirëpo në mungesë të Zotit fuqia rezistuese nga brenda ndaj kujt haramit është pothuajse inekzistente dhe vjen momenti që e ka përhunde harami, zullumi, shejtani mallku këtë lloj kategorie dhe s'dihet se ku e çon. Dhe e keqja është se sa më shumë merr, aq më pak i duket, se çuditshme. Dhe Kurani jep një shpjegim psikologjik shumë të thellë të marrëdhënies me dynjan në këtë aspekt. Njeriu pa besim sa më shumë ka, sa më shumë merr, edhe pushtetet dhe influencat e pare. Sa më shumë i bie në dorë, aq më pak i duket, s'ngopet asnjë. Pse? Sepse këtë lakmin këtu në zemër nuk e mbush vetëm se dheu, siç ka thënë pejgamberi, s'ka gjë që e mbush. Dhe sa më shumë ka, aq më shumë merr. Një vil më duket e vogël. Ti bëjmë dy, në nga vil kalon çfarë? Fortifikat. Milion, pak. 2, 10, 15, 100, pa pak. Pse? Sepse ai tashmë duke mos vënë marrëdhënie me dynjan nëpërmjet Zotit, e vën marrëdhënie me kë? Me ata me fjalë që janë haramsëza si puna e tij. Unë kam pak sepse tjetri ka çfarë. Unë kam 100 milion i kam vjedh. Po kam pak pse? Pse? Sepse tjetri ka vjedh 200 milion. Pa nuk ka standard me e matë me fjalë se deri ku mund shkoj. Zoti nuk e ka kërkund. Në ahiret nuk beson, dynjaja që është shumë e përkohshme atij duket e përjetshme, përjedhoi e ka kap shejtani për hunde dhe vendos me fjalë krahasim me kë, me atë si puna e tij. Me për gjithmonë do të ketë me fjalë më tepër se sa ai në këtë haram se zllëku.
Për i dojmë i fej shkon mrapa dhe thot Allah më nushëm dhe sa me ndonë se ka arrit kulmin, ndërhyn Allah më nushëm me fuqinë e ti, mes ti dhe kujt, edhe karabinasë zullumit ti. Dhe Allah më nushëm në asjedh faraonin me 9 argumenta, është të çuditshme. 9 argumenta. O rob Zoti, je duke shkatru, je duke vraj, je duke prej, je duke vjedh, je duke sklavru, qonë Allah më nushëm kjo bretkosat. Gjithani, ka do që ullesht edhe ngrijesht edhe bretkosat këshin rrethu. O Musa, thoi Zotit tonë, ta e largoj Allah më nushëm, iku një shenjë. Sinjal. Ja dërgoj Allah më nushëm një sinjal. U dërzova, filloj prap zullumin. Allah më nushëm dërgoj një sinjal tjetër, kë, morrat. Nga të 4 anët morrat, flinin dhe ngrijeshin nga gjumin morra. O Musa, thoi Zotit, e largoj Allah më nushëm, pra po këthin zullum. Allah më nushëm dërgoj kë, karkalecat, nga të 4 anët. Mlu dynja me karkaleca në shpije, në kuzhinë, në rrugë, në salën e mbledhjeve karkalec dynjaja. O Musa, luti Allah më nushëm, e largoj. Pra po këthin ke zullumi. Allah më nushëm dërgoj kë hemoragjin nga hund, nga dur, nga gjitha anët. Edhe uji ktheheshte në gjak, nga të 4 anët. O Musa, e largoj prapë Allah më nushëm. Kryet të 9 argumente. Për nuk kemë me i fjallë hati se po që selam me dikë. Argumenta hinor të drejt për drejt. Argumenta hinor, mrekullit të drejt për drejta. Në fund, faraoni u dorëzu. Po si u dorëzu, tha mere poplin tënde dhe hik. Ne po ku është problemi i zullumqarëve o xhamat? Problemi i zullumqarëve është kryesori madje. Në momentin që dhe kanë vendos me u dorëzu, nuk e lanë me u dorëzu. Dhe këto Allah më nushëm në e shku në Kuran. Iku Musa me popullin e vetë. Faraoni u dorëzu. Ata u largun. Ata që kishte përreth faraoni, pra në thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allah më në Kuran, mos e rretho veten me t'ligun se të bën t'lig. Mos e rretho veten me të pabesi se të bën pabes. Mos e rretho veten me horri se të bën horr. Mos e rretho veten me krimineli se të bën kriminel. Pra kur dush me e bën një punë të mirë, rrethoje veten me të mirët. Mi pa Allah më nushëm çdo kujt i çon rreth vetes me jasojën e vet. Të mirin asnjëherë nuk e le vet, dhe të ligun asnjëherë nuk e le vet. Faraoni mi faul qetësohet tashmë ku erdhën ata. Kush erdhën? Ata që kishin ndërtu sistemin e zullumit bashkë me faraonin. Kishin ndërtu bashkë atë zullumin. Bashkë me faraonin. Po çai tha shikoni, duke i bërë dhe filozofi. Duke i filozofu. E të dhe Musa wa qawmuhu li yufsidu fil ardi wa yadhraka wa alihatak. Apo e le Musa dhe popullin e tij që të përhapin shkatrim në tokë dhe të braktisin ti dhe zotrat tuaj. Po paraqiten si dëvoç. Apo e le Musa e shkret s'kishte takat. Populli i tij ishte sklavru. Qëllimi i vetëm ishte me shpëtu popullin e vet, me shpëtu nga sklavria. Apo e leti Musa në bashkë me popullin e Musait që të braktisin ti bashkë me zotrat tuaj dhe të përhapin fesadin final në tokë. Me njëherë faraoni ju zhu edhe njëherë kush arroganca e tij. Para do ditësh po ndisha një emision aty ku ka shumë dallavere me fjalë, një emision 7-8 veta, kush leti parë, kush leti ditë, e rëndësishme, njëri me shumë krenari po fliste dhe po thoshte me fjalë që në Shqipëri ka xhamia pa leje, edhe për këtyre xhamiave thon propagandohet ekstremizëm, dhe një nga furnizuesit kryesorë të këtyre protestave me këtë propagandë janë xhamiat pa leje. Këtij lloji para do vitesh më thot dikush prej studentëve të mi që na jep mësim filani, ndër filan e filani. Mi po thot tek libri i tij, tek kurrikula e tij kanë pasur ca gjëra të çuditshme për islamin, për muslimanët, për lëvizjet e islamit, për disa çfarë. Them na kemë mësim as një kopje masolli. Dhe realisht e kam marrë atë libër me i fjalë me lapse me duke realizuar. Nga fillimi deri në fund kam gjetë një fallxhor dhe magjistar. Po çfarë bën fallxhorët? Kur shtin fall, lidhen me xhind, ata që janë fallxhorët vërtet, lidhen me xhind, edhe xhindet ngjiten në qiellin e dynjas dhe e shkpusin 1/100 e të vërtetës. Dhe vjen fallxhori dhe e lidh me fjalë dhe e përfshin, si më thanë, dhe e kompozon me 99 gënjeshtra nga fillimi deri në fund. Edhe me gjithmonë me fjalë thash Allahu na fal, Allahu na rujt. Dhe i thot vetes profesor, i thot vetes ekspert.
Ndërkohë që vetë shteti këtë lloj njeriu duhet ta kishte marrë më një herë dhe ta kishte dënuar për çfarë? Për përhapje të kujt? Përhapje të propagandës, për gënjeshtrës dhe të përhapje të kujt? Vllavrasjes. Përhapje të kujt? Të mashtrimit. E pakta gjë që duhet kishte bërë shteti me këtë njeri. Mirë po me sa duket, që ka me interes këllë njeriu. Pse kthehemi ke faraoni? Faraoni i shkretu dorëzu, i erdhën. Apo e le Musain të largohet të tjerë më radh? Sepse ata kishin ai problem tjetër, nuk doni me u dorëzu dhe nuk doni me dalë me popull që dorëzohen. Në një nga fjalimet që kam ndjek këto ditë, dhe në thënë drejtën kanë marrë shumë kohë për të kuptuar se ku po shkon situata, fjalimet politikanëve, veç ai shtymë atë dallunve, del tjetri me fjalë thotë, tashmë u vërtetu se s'ka kush me na mund ma. Edhe me një herë shkëmin e ke faraoni. S'ka kush me na mund, nësë na mund, por derisa s'na mundin këto protesta, nuk na mundin ma. Fatikisht çfarë duhet kishte ndodhur nga e gjitha kjo? Gjë e parë që duhet ndodhur është kush? Një kokë shpreh një modestie para kujt? Para popullit, para njerëzve. Sepse jo gjithë ata që kanë qenë aty në proteste me kanë qenë horra, kanë qenë të paguar, a mund të ketë pas të ty, mund të ketë pas. A mund të ketë pas dur të huaja, mund të ketë pas, patjetër. Po a ka pas edhe popull të sinqert, profesionist, intelektual, njerëz të mendjes së të kalemit, profesorën, patjetër që ka pas sa dush. Të paktën ka shi tyre, tregohu modest, se përcoj një me qa mesazhi, që unë s'duja ditë për ju, dilni sa doni se ju s'më mundi dot. Po është Allahu mas që të mund. Kto mos e ki problem. Mi po me sa duhet realizohet ky ajeti kuranor. Që than pak mos i bër derisa dynjaja arrin kulmin për këta njerëz, frutat kanë arritur kulmin dhe ti mendon se ka ardhur momenti me i vjen frutat. Aty ndërhyn Allahu më shumë mes te dhe frutave tuaj dhe e kupton me i fjalë që s'ke pas asgjë në dorë. Një nga problemet e zullumçarëve xhamat është se nuk nxjerrim mësim nga sinjalet që u çon Zoti. Nuk nxjerrim mësim nga sinjalet që u çon Zoti. Dhe e pakta gjë që duhet ndodhin nga këto protesta ka gjata në Shqipëri është kush? Që kjo stres politikanësh, të gjitha kave. Kjo gjendje ku jemi ne është akumulim i gjithë keq funksionimit drejt tash. Duhet nxjerrim mësim. Po ndryshe me ta dinë se po ndodh ajo çka ndodh faraonit. Dhe popullit i nënt argumente njëra mas tjetrës. Ikte e para, prap, ikte e dyta, prap, ikte e treta, prap. Pa nuk mjafton me fjalë rrënja e sistemit komunist që nuk mendonte kush se bie. Bite? Kishte më një fjalë për aty për brezit tim edhe Manalt, që kishte jetuar në atë sistem që mendonte se ka patrasë s'bën. Mundet, patjetër që ka pas. Po zgjuzote kush më e than. Megjithatë çfarë ndodhi? Ndodhi ajo që ndodhi. Po për serbët që pushtun Kosovën dhe e majtën kaq dekada. Ndodhi ajo që ndodhi. Para do kohësh kur kam qenë në Egypt shkova të marr ca dokumenta dhe në diskutime sipër ra fjala për Palestinën. Dhe i themun inshallah bashkërisht me i fan kuz do i fajm 2 kat. Ky filloi duke qesh me përçmim, pse tha ti ta merr mendja se mund çlirohet nga Palestina. Dhe 7 tetor e vërtetoi se mund çlirohet Palestina. Një nga cilësitë e dunjas që është çfarë? Hadaf. Diçka çfarë e transformueshme, e ndryshueshme, nuk ka stabilitet dunjaja. Mirë po, ai që nuk beson Zot dhe nuk beson botën tjetër, harron edhe natyrën e dunjas dhe i duket dunjaja përjetësi dhe për rrjedhoi me fjalë mendon se mund të bëjë çka dojë me fjalë me njerëzit në këtë dunjë. Dhe nëse nuk nxjerr mësim nga ajo çka bëjnë njerëzit, je i detyruar të pranosh pastaj vendimin e Allahut të mëndshëm. Faraoni ku ekzaltua edhe një herë nga suita e vet që nuk e leni me çdo nga zullumi, ju vërsul popullit Musait. Dhe kur e pa detin duke u qa, shikoni mahnia, vetë pëlqimi, arroganca. Tha shikoni sa edhe deti po qahet nga frika ime. Allah. Se arrin njeriu mund të arrin deri këtu, vallahi arrin. Arrin po. Ka njerëz që arrin dunja, zullumçari, arrin deri në këtë nivel sa që mendon se ai mund të bëjë gjithçka me pushtetin e tij. Një po deti fatikisht ishte hap për 100 çfarë. Varri i ti, dhe thot Allah më nëshmë, el-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. Dhe sot ne të shpëtojmë ty me trupin tënd që ti jesh argument për ata që vinë pas teje. Lumi ai që nxjerr mësim para se të vijë ky lloj momenti. Arabët thonë ash-shaqiyyu man itta'adha bi nafsihi was-sa'idu man itta'adha bi ghayrihi. I mençur është ai që nxjerr mësim nga të tjerët dhe i dëshpëruar dhe i poshtruar që nxjerr mësim është i detyruar me ose e detyron veten me nxjerr mësim nga vetja e tij. Por ta përmbyll këtë pjesë parë xhamat, tregohet se
Një djalë i ri vjen ke shtëpia dhe me dorën në sy duke qarë me të marrë, kishte vrarë synin. I thotë jam, a çfarë ke, kam vrarë synin, thotë. I thotë, po si vrave, thotë, isha ke malli i filanit. Po pastaj të zgjata dorën me marr diçka. Dhe pasi e mora hika me vrap, u pengova, thotë, edhe mbra një hu këtu ke syni. Kishte qenë gati me nxjerr synin. I jati e po e jama kthe, thotë, ej zot shqyr. Thotë Orbat, thotë, mu po mdel syni, gati se më ka dalë syni, ti thotë zot shqyr. O zot, faleminderit që na e çove një sinjal që harami nuk na hec. Faleminderit, thotë, që na e çove sinjal që mos më shku më mrapa haramit. E ku njeriut i bëhet i amël shumë harami, le ta di me isha sa Allah më nëshëm ka mbaru punë me të, do me thane ka fut në rrugën e shkatrimit, thjesht duhet me prit momentin final. Lidhë me çka po ndodh xhamatin nderuar, mos harrojmë se ne si muslimanë në të gjitha situatat kemi vlerat tona, kemi vlerat e Kuranit dhe Sunetit edhe në reagimin ndaj zullumit. Mos harrojmë me isha sa Allah më nëshëm në thotë Kur'an duke ju drejtuar Musait dhe Faraonit, idhhaba ila Firaun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Shkoni tek Faraoni se e ka tepruar me zullum. Shihni Allah më nuk po on zullumin. Dhe flisni atij siç u ka hije me butësi dhe me fjalë të ëmbël se mbase tërhiqet nga frika me fjalë Allah më. Ai zgjohet zemra. I zgjohet zemra se më nadë kthehet tek Zoti që kush ishte Faraoni, ai që kishte vrarë dynjan. Megjithatë me fjalë Allah më nuk e shkput asnjë shpresë se mund të te Zoti. Ne si muslimanë në gjithë rastet kemi çfarë? Vlerat tona se si reagojmë. Shoh disa trime në Facebook, në rrjetet sociale, me disa forma me që nuk i ka hije muslimanit. Nëse ne ato reagimin që kemi thjesht për shfryar dufin tonë, s'kemi bëj gjë. Ne dhe reagimin e kemi për hatër të Zotit. Kjo s'duhet harruar asnjëherë. E treguam herë në kaluar me historinë e Aliut radhiyallahu anhu arda. Un kul. E tregoj që shfatëm se shafika se s'është për hatër të Zotit. Sepse shpresa e madhe është me ku e ndryshimit. Është tek këta njerëz që kanë këta zemra të cilët me fjalë i kanë të mbushura me sinqeritet dhe kjo zemër e drejton reagimin e tyre dhe pozicionimin e tyre. Sharja, fyrja, dhuna nuk i shkon muslimanit. E kemi thënë edhe herë të kaluara, ekzistojnë në këtë vend për atyre njerëz që realisht duhet me i vënë flakën këtij vendi, sepse ka nuk dikur. Prandaj nëse ka dikuj që i dhimbset ky vend, i dhimbset muslimanëve më tepër se çdo kujt tjetër. Muslimanëve i dhimbset më tepër se çdo kujt tjetër. Pse? Po sepse jemi 7%, 75% e këtij vendi. Sa ka që jemi pjesa më e madhe e këtij trupi. Dhe natyrisht duhet na dhimbset ne. E dyta, lidhe me hoxhallarët. Tashmë hoxhallarët kanë bë tabelçitje edhe nga qeveritarët, edhe nga politikanët, edhe nga muslimanët. Mos më jemi shumë hoxhallarët. Për sa i përket rolit ndryshues, e thamë edhe pa 2-3 hutbesh nëse hala ky brez 35 vjeçar që është rrit me Islam këtë kohë, pa 35 vjet, pret hala nga hoxhallarët do thosë kemi bërë si gjofare. Si puna e një shtëpie ku baba është lodh gjatë gjithë jetës vet me rrit fëmijët e fëmia apo 25, 30, 40 e i ka ra flaka shtëpisë dhe merrem nga i kovuj. Allah e çojmë babën çfarë është bërë. Do të thotë që çfarë? Ky bab ka dalë dështu. Do të thotë që ne drejt tash, nëse akoma kështu funksionon, do të thotë që kemi dështu, realisht. Kemi dështu. Nëse hala xhamati muslimanëve pret vetëm për hoxhallarëve dhe hoxhallarët kanë rolin e vet në ndryshim. Vazhdimisht janë ballë pa bindishimi. Po lëvizja dhe dinamika e ndryshimit nuk fillon vetëm nga hoxhallar. Dhe kjo duhet pas parasysh dhe kujdes me këtë pikë. Dhe unë do të vazhdoj ta theksoj, sepse është decizive që brezi të marrë rolin e vet që i takon në ndryshimin pozitiv të vendit. Kujdes, sepse kjo është çfarë? Një lloj skllavërie dhe një lloj çfarë? Pengmarrje e vetes. Të gjithë kemi për detyrë si musliman, pa përjashtim, hoxhallar, intelektual, mendimtar, zanatçi, profesionist, biznesmen, mësues, profesor, pensionistë, rini, të gjithë kemi për detyrë me punu me ndryshu këtë vend. Dhe çdo kush ka rolin e vet. E dyta shohim ca gazetare dhe për atime aty lloj që e përmenda pak më sipër. E kanë gjuhën e gjatë shumë në hoxhallar. Mos më merrni me atë. Nuk keni kolçe. U themi atyne. Nuk keni brinj, nuk keni kurrizmë mama atë. Hoxhallarët nuk u bëjë do gjë, qeni bëri qenit ai kriminali më i fat që s'du më ja përmend edhe emrin këtu më kanë mimber. Diktatori i madh edhe ai subuni do gjë hoxhallarëve. Edhe pse i torturoi dhe i vrau dhe i burgosi etj. Hoxha më i keq në shoqëri, hoxha më i keq. Hoxha më i keq është 500.000 herë më i mirë se sa këto lloj larosh me fjalë që marrin guxim me i përgoju hoxhallarët. Mos u merr atë.
u themi atyne. Nuk keni këtë që më manë atë punë. Dhe nëse jeni bërë pjesë e një sistemi ose një strukture propagandistike kundër hoxhallarëve sepse keni zanatin e vjetër, i cili filloi me dëmtimin e islamit si fe duke dëmtuar figurat islame që ishin hoxhallarët, ka hik ajo kohë, nuk vjen më ajo. Dhe nuk bëni gjë tjetër përveç se shtoni akoma edhe më tepër xhelozinë e muslimanëve ndaj fesë tyre ndaj hoxhallarëve të tyre. Për sa i përket përdorimit të kësaj teme nga ana e pushtetarëve dhe të pushtetit, është me vërtet luajsh me zjarrin, është me gjithmonë me lut me zjarrin. Është me gjithmonë me lut me zjarrin. A janë hoxhallarët shqiptar, dietar të klasit, nuk janë të tillë hala mbase, por ndikimin e vetë kanë. Muslimanët dhe hoxhallarët asnjëherë nuk kanë bërë klane kundër këtij vendi dhe se kanë ndërmend. Edhe hoxhallarët është frika ndaj Zotit gjithësisë, që nuk i bëjnë me fjalë me bë bashkëpunime për ligësi. Hoxhallarët asnjëherë s'kan punuar me ja zhvat pushtetin dikujt me dhunë. Hoxhallarët gjithmonë kanë punuar për të edukuar brezin e ri, për ta dashur këtë vend dhe këtë vatan, edhe për të nxitur brezin e ri të involvohet dhe të integrohet në të gjitha instancat e shoqërisë, për ta rregulluar shoqërinë dhe jo për të shkuar mbrapa kujt lakmis me vetë të ligë djallëzore të pushtetit. Edhe pse pushteti është nga të mirat e Zotit, ku e përdor për mirë. Prandaj çdo lloj përpjekje për ta shfryrë situatën nëpërmjet hoxhallarëve është një përpjekje sa cinike, por njëkohësisht edhe idiote. Shumë e pamençur, shumë e pamençur. Muslimanët janë pasenueshëm në aspektin e kujt, në aspektin e ekzistencës. Pse? Sepse e ka garantuar Allahu mëndueshëm wa kana haqqan alejna nasrul mu'minin. Ja kanë bërë obligim sot Allahu mëndueshëm veten time për krahjen e besimtarëve. Mund të lëndohen, mund të kufizosh këtë se çfarë, po të mendosh ti se mund t'i çbosh, edhe mund ta çbosh ndikimin e tyre. Thjesht një paragjëje duke humbur kohë me të menduar, jo më i them të punuar. Janë energji që shkojnë dam. Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mohusit i investojnë parët e tyre për të bllokuar rrugën e Zotit. Çfarë? Kjo është fakt. Fese yunfiquna, do të japin ato parë, do të investojnë. Thumma takuna alehim hasratan, dhe këto parë të investimit do të jenë dëshpërim për ta. Thumma yughlabun dhe në fund kanë për të humbur, në poshtë. Walladhina kafaru ila jahannam yuhsharun, dhe mohusit e kallon do të bashkohen. Prandaj urojmë i fjalë që ne si muslimanë jemi të vetëdijshëm për rolin që na takon, hoxhallarë dhe besimtarë, çdo kush duhet të kuptojë llogorën e vet. Nëse gjithë ne presim nga hoxhallarët s'kemi bërë asgjë, ata me fjalë që i kanë sprovuar Zoti të japin mend nëpër televizione. Le të jemi më të kujdesim se i bëjnë dëm vetes vet. Ke pas për hoxhallarëve që kanë dhënë edhe jetën duke qenë korrekt ndaj kësaj të vërtete, se puna pa pikë dyshimi që e kanë dorëzuar me fjalë aty, ku është kërkuar kompromis me fjalë me fen ose me puna apo interesat e dunjas. Një ka osisi me thënë dhe pushteti apo shteti. Dhe ta mendoj si me thënë thellë faktin se Islami, muslimanët dhe hoxhallarët janë palca e kurizit si vlerë për këtë shtet, për këtë popull dhe për këtë vatan. Dhe në vend me i fjalë që ta përdorin për qëllime jo të mira, fatikisht u del për detyrë të punojnë fort për ta konsoliduar si vlerë. Para do ditshme i shkruajta një shkrim dhe përmenda një shembull i tip aforizmi. Aty pylli që rrethon qytetin i avrasin uqrit, atë qytet e marrin dhe sorkallët në fëzën. Muslimanët për këtë vend janë luanët edhe uqrit e këtij vendi. Dhe në momentin që dobësohen muslimanët ky vend me fjalë